Dëgjoj deri në fund këtë video, sepse ke një surprizë. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, të shikoni çfarë bëjmë në analizën e artës të evolucionit të shpirtit, vetëm me ditën e ditëlindjes, dhe të gjitha llojet e artave, që mund të bëjmë vetëm me ditën e ditëlindjes, si mund të nxirrni energjinë e ditës, energjinë e vitit 2025, cili është partneri ideal, si mund të bëhet ai bashkëudhëtar në jetën tuaj, 21 fushat të mësoni për karakterin tuaj, kur je në sin, në plin, si mund të ikësh nga plini të bëhesh në sin, cilat janë talentet dhe profesionet tuaja, kush janë tendencat e shëndetit tuaj dhe çfarë duhet të bëni ju që të largoheni nga sëmundjet nëse je i sëmur ose që të mos sëmuresh. Sepse siç kemi thënë, 99% të sëmundjeve janë psikologjike, janë energji e bllokuar. Gjithashtu, mund të mësoni cilat janë talentet dhe profesionet të tuaja, por talente kemi 5. 3 nga Zoti, që ke ardhur, do të thënë ke jetën të shkruar, dhe 2 që të japin fisi i mamas, kanali mamas dhe kanali i babait. Çfarë duhet të bësh për ta, për para arsit, si të punosh për ta, dhe çfarë kërkojnë ata nga ty. Dhe të gjitha këto i analizojmë me ditën e ditëlindjes. Gjithashtu, mund të mësosh në çfarë moshë është mosha e hyrjes në zhvillimin tënd personal. Çfarë duhet të kesh bërë deri atëre ti, dhe që të hapet kutia e Pandorës me 10 dhuratat nga universi, nga Zoti. Gjithashtu mund të mësosh kush janë bllokimet dhe pse ti e ke të bllokuar kanalin e parave, se gjithmonë për ato më thoni, nuk kam para ose për partnerin ideal, nuk kaloj mirë me bashkëshortin ose me partnerin, ose kërkoj një partner, këto janë kërkesat tuaja më të mëdhaja. Po të gjitha këto janë të lidhura me njëri tjetrin. Ndaj, mund të mësojmë kush ti bllokon parat, kanalin e parave, me kë, dhe këtu po të jap një sekret, që kanali parave ka të bëjë direkt dhe me kanalin e babait. Kur ti ke punuar me fisin nga ana e babait, ke bërë ato detyrat që ke marrë përsipër si shpirt para se të zbrisni në tokë, atëre hapet dhe kanali parave. Dhe në kanali parave ne analizojmë energjinë kryesore që ty hynë ty parat, çfarë profesioni duhet të bësh. Ne analizojmë kur vin ti në balancë me parat, dhe analizojmë gjithashtu cila është ajo energji që ti duhet të bësh, çfarë duhet të bësh pikërisht dhe si profesion, po me çfarë duhet të merresh, çfarë tjetër gjë duhet të bësh që të shohen parat tek ty. Në të njëjtën kohë do t'ju tregoj kush është kodi i milionerit. Dhe a je ti ai person që e ke në art dhe je me fat. Mësojmë gjithashtu dhe karmën e shpirtit që ke ardhur, mësimin që ke ardhur në këtë jetë. Gjithashtu mund të mësojmë dhe karmën dhe mësimin e çdo viti, nga viti në vit, nga ditëlindja në ditëlindje. Në të njëjtën kohë mund të mësosh si duhet të sillesh me partnerin tënd që të jesh ti në vendin e gruas dhe burri në vendin e burrit. Gjithashtu mësojmë cilat janë metodat e ndryshme që partneri ideal të bëhet bashkëudhëtar. Gjithashtu mund të mësojmë kush janë destinacionet e shpirtit tënd. Nga mosha 20 deri në 40 çfarë duhet të bësh, nga mosha 40 deri në 60 çfarë duhet të bësh, destinacioni social, dhe më e rëndësishmja së bashku me karmën, destinacioni i shpirtit ose misioni i shpirtit.
pse shpirti ka zbritur në tokë. Dhe këtu duhet të qëndrojmë dhe t'ju them që në qoftë se nuk je në destinacionin tënd dhe në qoftë se nuk punon me karmën tënde, sepse karmën neve kur e bëjmë analizën tregojmë dhe si mund të dalësh nga kjo karmë, të mos e bësh prap, të mos vi shpirti dhe njerë tjetër për të njëjtën karmë, sepse siç kam thënë dhe në vende të tjera dhe do ta themi këtë, të mërkurë në datën 26 rifillojmë prap ndërmjet platformës Zoom në orën 20 në darkë, do mësoni të gjitha këto informacione. Falas. Në të njëjtën kohë, këto janë pak nga analizat që ju kam bërë. Mund të mësoni dhe ju, dhe në qoftë se ju intereson, të merrni të gjitha këto informacione të jashtëzakonshme, t'i keni për veten tuaj, për familjen tuaj, ose të kërkoni nga mua të bëni analizën e plotë, busullën që e bëjmë njerë në jetën tonë, me 21 fusha, të shpirtit tuaj vetëm e ditën e ditëlindjes. Në të njëjtën kohë, mund të mësosh dhe energjinë e vitit, të bëjmë artën nga viti në vit, dhe në qoftë se ke biznes të shikojmë që si do të shkoj biznesi në bazë të ditës që ti e ke hapur këtë biznes dhe ke hapur licencën e parë. Gjithashtu mund të bëjmë artë tjetër ndërmjet partnerit tënd ideal, ndërmjet dy partnerëve. Pse jeni takuar? Çfarë duhet të bëni ju të dy? A do arrini në qoftë se s'ke arritur të bashkëtosh, a do bashkëtosh, a do martosh, a do bëni fëmijë, pse keni ardhur, kush është mësimi juaj, gjithçka çka ka të bëjë me marrëdhënien tuaj. Në të njëjtën kohë, në bazë të informacioneve të ndryshme, mund, në qoftë se dëshiron t'i kesh edhe ti, mund të nxjerrësh dhe do të mësoj si mund të nxjerrësh dhe ditën e fejesës ose të martesës tënde, ditën e hyrjes në një shtëpi të re, ditën e fillimit të një biznesi të ri. Kur ti, çfarë ditë është, ditë për ditë, do të thënë energjinë e vitit, dhe këtu dua të të them që më ndiqni edhe tek Anila Cela, tek misioni News 24, çdo mëngjes në orën 10:05 deri në 10:10. Për informacione të reja dhe ushtrime të reja. Në të njëjtën kohë, të gjitha këto informacione që mos dalim nga tema, mund t'i marrësh edhe ti, sepse kam filluar grupet që mund t'i besh në kohën e dur, në ditën e dur, sa të duash ti, edhe t'i marrësh një herë në jetën tënde, ose për veten tënde dhe për familjarët e tu, dhe pagesa këtu është tjetër çmim. Mund të bëhet grup që ti marrësh, që të arrish të kesh të drejtë dhe të bësh dhe ti analizën e artave të ndryshme për persona të tjere të ndryshëm. Po këtu do jepen dhe, si të thuash, provime që të marrësh të drejtën e dhënjes të artave në të tjerë dhe të paguesh për këtë. Do të thënë të marrësh certifikat, dhe janë 3 certifikata. Për më tepër do flasim ditën e mërkurë në datën 26 në orën 20 ndërmjet platformës Zoom. Prandaj të gjithë juve që do jeni atë ditë atje, kërkoni link dhe është falas. Dua që të jeni të gjithë atje dhe si kush nga ju do marri një analizë për të gjithave këtyreve që thamë. Çfarë ju intereson ju? Akoma dhe kodin e bollekut. Po kodi e bollekut, siç kam thënë herë të tjera, nuk mund të punojë vetëm si kod në qoftë se ti nuk e beson ose nuk punon, se duhet të jemi dhe të qartë për këtë. Prandaj, në qoftë se je interesuar të bësh diçka ndryshe me jetën tënde, akoma mund të mësosh që në bazë të ditës të ditëlindjes në çfarë vendi të gjendesh ato ditë që ti të ndryshosh energjinë tënde. Për këto, ju mirëpres kërkoni link
falas